Shoh ish zëvendës kryeministre. Po e them ish se për arsye asaj i vajti për arrestim, i ka vajtur që të premte. Dhe të hënën duhet ishte me duar të lidhur. Dashur shqiptare u largua për mbrëm dhe ka erë sot që në 6 të mëngjesit. Si që thamë edhe ne, unë e thash edhe publikisht, ajo kudo që të vi, o çdo njeri që ka dërmend tiku që ne Edi Rama, ne Berisha, ne këta të quajtur kryetarët e partive, nuk kanë kuvern sepse është dispozicion Amerika. Zëvendës kryeministre, dorëzohu para se ata që të kanë mësuar e mund të eliminojnë, dorëzohu urgjent me njëherë, mos e zgjatë më tutje, mos të gjo absolutisht asnjëri, dorëzohu. Ashtu si do dorëzua gjyshi tënd, po ai gjyshi tënd më në fund tha, duke vrarë rroft bolshevikët, rroft komunizmi. Kurse ti e re, thuaj rroft Shqipëria, mos thuaj rroft Greqia. Pra, eja sa më parë dorëzohu. Duroni të gjithë do arrestohen, pa përjashtim të dyja partit ka shumë arrestime. Do shihni shumë gjëra, mos dëgjoni televizor, se televizori çdo gjë që thonë nuk është e vërtetë. E mashtrojnë, e dofta dhe për zëvendës kryeministren, e kanë mashtruar dofta që thonë është goditur.